bëj humor, edhe humori im bezdis shumë ata që janë kundërshtar të mit ose kundërshtar të anët. Më vjen keq, s'ka problem për mua, po nuk bëj dot ndryshe sepse unë nuk shaj. Nuk ngre e ul njerëzit o kriminal, o hajdut, o maskara, o mafioz, o qembirqeni. Këto janë forma barbare e komunikimi. Më pëlqen të përdor satirën. Para ca ditësh është postuar në të faqe një epizod i një krijimi të dy trinjve që ma kanë dërguar me dëshirë një ta postoj, një teatër kuklash i lezetshëm, sipas meje, një mënyrë për të dhënë një mesazh, kuptim plot. Dhe është sulmuar faqja nga një tuf e madhe kandidatësh të një subjekti politik të ri, nga këta të rinjt. Por e vetmja gjë që mund kuptoj nga ai sulm i organizuar i deputetëve të subjektit të ri politik është vjetërsia e mendjes tyre. Kush nuk është në gjendje të përballojë as humorin, as satirën, nuk duhet merret në politikë, mendoj unë. Se është potencialisht shumë i rrezikshëm kur nuk përballon dot humorin.